He's right. Just not our troops. Robert Papa, who is from the area, he wants to know, okay, I'm not sure whether you can answer, did the CIA collaborate with the Albanian intelligence regarding bin Laden, and does the CIA see any Russian danger to the Balkans and Albania? Took without asking the Kosovars. So there is actually ample evidence that he was involved and backed away and then let Thaci and Vucic run with it. So short answer is yes, he was definitely, in my opinion, involved. I also spoke to some of the people that were on the inside. Like most Balkan leaders, they thought this might lead to a Nobel Peace Prize. He's right. Just not our troops. Të dëgjojmë pak pra se si është vënë përpara me shpatulla pas murit Grinell me mini Shenzhenin. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. He's right. Just not our troops. Presidential daily brief. With Trump, briefings rarely took place when he was not in Washington. When he was in Washington, they took place roughly twice a week, sometimes once a week. So that's a dramatic reduction in the amount of information being conveyed to him. And to me, the hardest thing to understand was in watching the designated intelligence community briefer in the room along with Dan Coates when he was there, Director of National Intelligence, Gina Haspel, Director of the CIA, myself, often Vice President Pence, White House Chief of Staff from time to time, and sometimes others. But the one intelligence community briefer had to struggle to get out what they wanted to talk about because often the president would start talking, sometimes about politics, sometimes about hearings he had just watched in Congress. Sometimes something the briefer would say would set him off on a tangent that would consume most of the time allocated for the briefing. MCN, get connected. In the early hours before D-Day, General Dwight D. Eisenhower prepared an announcement that, thankfully, he never had to make. Our landings in the Normandy area have failed to gain a foothold, and I have withdrawn the troops. Great leaders prepare for every eventuality. They hope for the best, but they prepare for the worst. The troops did all that bravery and devotion to duty could do. And if any blame or fault attaches to the attempt, it is mine alone. Today, America faces new crises with new leaders. You did disband the White House Pandemic Office. Yeah, I didn't do it. We have a group of people. Yeah, no, I don't take responsibility at all because we were... Isn't it time America returned to a different kind of leadership? The Lincoln Project is responsible for the content of this advertising. MCN, get connected. Të nderuar miq mirëmbrëma. Fushata elektorale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka arritur në pikën kulmore, edhe pse Joe Biden është rreth 10-11% lart Trump sipas pollëve, ende nuk dihet asgjë. Sipas anketave të fundit, duket se deri tani Biden i ka marrë 290 vota elektorale. Duhen 270. Pa përmendur Floridën, Michiganin, Pennsylvanian, pra ato shtetet që kthehen majtës së djathtas. Pra, në duke ai po fiton. Por në të njëjtën kohë, 4 vite më parë, Hillary Clinton kishte 330 vota elektorale të garantuara në këtë kohë. Dhe ndodhi ajo që të ndodhi. A mund të përsëritet 2016? Pa diskutim që po. Në qoftë se Trump fiton Floridën, atëherë Biden do ta ketë shumë të vështirë. Por ka gjasa që vala blu e demokratëve të arrijnë fitore që Joe Biden sipas George Willett, ikonës konservatorëve amerikanë,
mund të jetë presidenti I parë që mund të marrë më shumë se 400 vota elektorale. Në fakt, votimi nuk është do të votojnë Bidenin apo Trump, por është si një vot e përgjithshme Trump ose kundër Trump. Natyrisht, nëse Trump do të fliste, do të bazohej te ekonomia, shanset I kishte shumë të mëdha. Problemi këtij karakterial. Fjalimet dogmatike, sulmet ndaj medias dhe spostimi I vëmendjes në gjëra të vogla e bën që mundësitë e tij zvoglohen. Problemi është se Joe Biden thuajse ka 2 fish të dollarëve për fushat elektorale. Pra, Wall Street duket se është nga kraja e Joe Biden dhe nga Trumpi, biznesmeni, I cili si mbas hetimeve të New York Times del se ka mbi $400 milion UH bankave në biznese të falimentuara dhe nuk ka asnjë shans të shlyhej. Thuhet se nëse humbet, Trump ka të hapura rreth 9 procese gjyqësore. Sidoqoftë, Trump është kundër politikën amerikane, ato që quhet establishmenti, dhe fiton apo nuk fiton, në Amerikë ka lindur një lëvizja Trump movement. Dhe Amerika është më e ndarë se kur. Merita e tij është se gjykata supreme shkoi djathtas, që garanton moralin etik familjar amerikan. Por problem për Trumpin do të jenë votat e femrave, të bardhëve pa shkollë, të cilët duket sikur këtë radhë po shkojnë nga Biden. Socialist authoritarians all start the same way, boastfully, strutting like a rooster, posing for cameras, prancing before adoring crowds, promises of prosperity and justice. Then, the persecution of faith and dissent, the propaganda, enemies lists, informers, the secret police, the knock on the door, the stolen lands, homes, and dreams of generations. Yes, authoritarians always start the same. That's why more and more people are saying, Trump is just English for Castro. The Lincoln Project is responsible for the content of this advertisement. Lufta brenda llojit është dhe në SBA. Në fakt, Partia Republikane ka qenë partia e konservatorëve Bushit. Reaganit nuk ka qenë partia Trump. Por votuesi pëlqyen dikë nga jashtë, sepse siç thotë Trump që këneta ishte koqë, qelbur dhe duhet ndryshuar, por a mund ta ndryshojë dot vetëm një njeri? Është shumë e vështirë. Një grup konservator, Lincoln Projects, kanë marrë me $100 milion dhe kanë realizuar spote me 10 dhe 100 kundër presidentit Trump. Pra një grup konservatorësh, një ndër ta është bashkëshorti I ish këshilltares Kelly McConnell, duke synuar që të tërheqin të paktën 4% nga republikanët dhe këto do të bënte të mundur që Biden të ishte president. Siç tha Joe Bolton, për herë të parë nuk do të votoj për president republikan, por nuk do të votoj as për Biden. Tom Ridge, ish sekretari I Homeland Security, këshilltari I Berishës, ka dalë haptas që do të votoj për Biden. Janë shumë figura, Bushët, McCainet, të cilët kanë dalur haptur kundër Trump, duke dashur më mirë të jetë Biden, që Amerika të mos jetë më anomali, siç theksonte Bolton. Edhe njëherë pjesë nga Bolton si e përshkruar ndaj Trump. And then it depended for the rest of the day on what was on the schedule. He spent an awful lot of time in the small dining room off the Oval Office where he had a big screen TV. Other presidents have as well. I think he wanted anybody with a reputation as badder than he was. At one point, I said to him that Kim Jong-un did not deserve another summit meeting with him. And
said something about Kim Jong-un that probably shouldn't be on family television. And the president looked at me and said, "You have a lot of hostility." He said, "Of course, I have more hostility, but you have a lot of hostility." So whatever the quality was, he always had more of it. He agreed to it because he fears that acknowledging that Russia's doing something contrary to American national interest gives support to the notion that they tried to interfere in the 2016 elections, 2018, or now in 2020, and that once he admits any interference at all, he's implicitly acknowledging that perhaps the interference had an impact on the election. Now, I don't know of any proof that anybody's put forward that Russian or Chinese or any other interference in 2016 or 2018 actually did have an outcome on the election. So there's a very clear distinction, and I think an important one that he could have taken, saying, I absolutely oppose any foreign interference in our election, and I've directed the government to take all steps necessary to prevent it from happening. But there was no Russia collusion, and I didn't do anything to encourage it. I don't think there's anything inconsistent there at all. I think it's a very strong position, in fact. But he simply would not accept that. I think he has a very difficult time distinguishing between his own interests, whether they're political or economic, and the interest of the country. I think he believes, with respect to foreign leaders, especially authoritarian foreign leaders, if his personal relationship with them is good, that relations between the U.S. and that country are good. And that's just not true. He's right. Just not our troops. МЦН. Get Connected. Самое важное одобрение, которое получил Дональд Трамп в 2016 году, было не от вашего лидера Сената Митча МакКоннелла, и не от вашего конгрессмена Пола Райана, и не от кого-то из ваших сенаторов-республиканцев, представителей или губернаторов. Нет, самое важное одобрение Дональд Трамп получил в 2016 году от нашего великого вождя Владимира Путина. Наши спецслужбы работали сверхурочно, чтобы избрать товарища Трампа. Мы вели войну против так называемой правды, которую вы, загнивающие американцы, распускали про нашего товарища. Мы манипулировали вашими избирателями, распространяли нашу славную пропаганду и вас, американских собак, натравливали друг на друга. Компания товарища Трампа мудро приняла нашу помощь. Теперь наш мудрый и сильный лидер Владимир Путин еще раз выбрал себе американского союзника Дональда Трампа. И еще раз. И товарищ Трамп с радостью принял помощь матушки России. Еще раз. Поздравляю, товарищ Трамп. Россия благодарит вас за верность и дружбу. МЦН. Get Connected. Përmes Zoomit kemi pasur një takim me ish drejtorin e CIA John Brennan, organizuar nga shoqata e gazetarëve të huaj këtu dhe moderatori me emër, duke marrë pyetjet nga të gjitha, pranoi dhe pyetjet e mia dhe unë e pyeta që a ka pasur bashkëpunim CIA me shqiptarët, me inteligjencën shqiptare për kapjen e Bin Ladenit, sepse e di që George Tenet i pa dërguar Bashkimin Gazetetës një letër falënderimi pikërisht për këtë. Natyrisht do ta pyesja për rrezikun rus, por nuk u përgjigj për 97-ën. Indirekt, ai pranoi që CIA ka përmbysur qeveri, ka ndërhyrë në fushata elektorale, por e unë, thaj, edhe pse gjatë intervistës ai tha që CIA ka bërë më shumë dëm se gjëra të mira, po e korrigjoi, mbase ishte subkonscienca. And that now are held as truth. But it's really a mixed record. But thinking back on my career, I do believe strongly that the CIA did more harm than good in terms of its activities. I'm sorry, yeah, I did say it wrong. It did more good than harm. MCN. Get Connected.
He's right. Just not our troops. MCN. Get connected. MCN. Get connected. Visited Albania, in fact, I think it was early December of 2016. It was one of my last foreign visits because that little country with a little intelligence service was doing some very important things, not just on the terrorism front, but also trying to stand up to the Russians. And so I wanted to go and pay a visit and thank them for what they were doing. And the CIA works very closely with a lot of services around the world. As good as CIA is, we have to rely on the capabilities, the access of other services that have people in certain places. And given the rise of extremism and terrorism in the Balkans, the Albanians were able to, I think, provide some important help, not just to us, but also to the surrounding countries. So, yeah, Albania was a partner. Pra, ky është John Brennan, ish drejtori i CIA-s, i cili ka vizituar Shqipërinë në 2016 dhe falenderon atë inteligjencë të vogël, të vendit vogël që ka dhënë informacione, por ai thotë që inteligjenca shqiptare pra Shiku ka ndihmuar dhe vendet fqinj. Vendet fqinj Greqia, ish Maqedonia, ashtë Serbia fqinj, Italia nuk besoj. Kjo duhet të shikohet. Por kryesore është që edhe amerikanët mendojnë që shqiptarët janë ngritur kundër rrezikut rus. Ju bëj një pyetje që përse në librin e tij të fundit, Undaunted, botuar nga Brennan, sillen fakte që Rusia përmes Putinit ka ndikuar dhe ka ndërhyrë në zgjedhjet fushatën elektorale amerikane. Por çdo gazetar do thoshte, a mund të ta thot një drejtor i CIA-s kur dihet që CIA ka ndërhyrë dhe ka përmbysur shumë qeveri? Ai dhe justifikimin e vet se gjatë luftës së ftohtë CIA do të bënte maksimumin në vende të shumta të Evropës ku ishin vende të hapura nga fitoria e komunistëve për të përmbysur dhe qeveri. Ta dëgjojmë pra ish drejtorin e CIA-s Brennan, i cili ka qenë që me administratën e Bushit, fillimisht oficer i cili njihet si njohës e gjuhës arabe, ka operuar në këto vende, por siç e tha dhe moderatori që ato a mund të quhen kombe apo janë vetë popull sepse drejtohen si family in business. Dhe ka drejt. And during the Cold War, when there was the perception and the reality of an existential threat and confrontation between the United States and the Soviet Union, that there was a real struggle for which, was it East or West that was going to prevail in a lot of these countries that were weakened by war and were very vulnerable to the type of communist encroachment that was taking place. And CIA did interfere. It did topple governments. It did displace, prime ministers and other things and engage in electioneering. Now, I am proud to say that during my time in the government, at least in the 20th century, I'm not going to talk about the Trump administration because who knows what they're doing. But during the George W. Bush administration and the Obama administration, we never tried to interfere in the outcome of an election. We tried to enhance a country's ability to conduct a free and fair election, providing resources and other types of capabilities. But I am proud to say that at least in my memory, recent memory, that the United States has not continued to do that type of manipulation, which again is antithetical to a democracy such as the United States, to try to shape the outcome of a democratic election overseas. But again, I don't know what's happening today. I just know that the Russians interfered significantly in the 2016 election. They have interfered in other elections. It's something that they've done for decades. But with the expansion and the advent of the digital era and the digital domain, there are just so many more opportunities for Russian intelligence services to become involved, particularly on the influence operations side. So when I was in government, when I was at CIA, but even before that, when I was at the White House, I saw ample evidence of the Russian services using their sophisticated cyber capabilities to navigate into systems, electoral systems and other systems, to try to understand exactly what was going on, try to collect intelligence. And as we know in the case of the 2016,
go in and steal emails from the Democratic National Committee server and the DCCC and release those emails as a way to try to discredit Hillary Clinton and advance the prospects of Donald Trump. So based on what I know about the Russians and what their druthers would be as far as the outcome of this election, I think that Vladimir Putin very much wants Donald Trump to be reelected. And so I can say with confidence that I believe the Russians are continuing to engage in those influence operations. They may be doing some technical intrusions as a way to collect intelligence, find out what they can. They may also be looking for compromising information they could put out. But I think the emphasis of their effort is going to be on the influence operations, utilizing the social media platforms and other means. Views the US-Russia relationship very much in a zero-sum game. And so the more that the United States is dysfunctional and is internally focused and divided, the less able the United States is to conduct its, I think, global leadership role on some very important, issues and around the globe. I do think that Vladimir Putin has a clear preference for individuals who are willing to engage in a transactional relationship. As I say in the memoir, Putin has shown a proclivity to favor businessmen who go into politics because businessmen will engage in those types of deals. Berlusconi in Italy, Helmut Kohl in Germany, and others. And those leaders who are not really, who aren't pursuing policies based on principles and sort of ethics and advocacy of the expansion and strengthening of the liberal democratic order around the globe, which I think is what Hillary Clinton was very much interested in. Donald Trump, who is more interested in advancing a personal political agenda, including financial, would be more likely to engage in this transactional relationship with Russia. So I think there were a combination of reasons, but as you point out, the fact that Donald Trump wasn't experienced in governance, didn't have the background or really an appreciation of the U.S. role in global events, I think it made Putin much more likely to support someone like that, who was basically an amateur on the world stage, as opposed to a Hillary Clinton, who is tough and principled, and I think is somebody who has obviously a lot of experience on, like a lot of other authoritarian leaders, very sensitive to image, and also believes in getting his rivals and opponents. Now, remember, this was Putin's inaugural appearance at the General Assembly. And here is Bill Clinton, the statesman who was just leaving office that year. And I think he really felt upstaged. So I do think he felt, abused in some respects by the Clintons. But then I also point out that he very much objected to Hillary Clinton challenging the integrity and the fairness of some of the elections in Russia when she was Secretary of State. Yeah. So I just used that example of Clinton at the UN as a way to show that people like Putin, despite their strength and political power, there's still a pettiness to them that I think Trump has shown over and over again. We've seen a real failure of leadership here at home and abroad by the current administration. We've seen real disregard for institutions such as NATO, but also institutions here at home, an undermining of the rule of law at home. This is the story of a coward and a commander. The coward Trump dodged the draft. Jim Mattis led American troops for 40 years. While a frightened Trump hides from protesters in a deep bunker firing off tweets, Jim Mattis does what he's always done, leads. While Donald Trump angrily attacks, General Mattis's words deserve to be heard by every American. Donald Trump is the first president in my lifetime who does not try to unite the American people, does not even pretend to try. Instead, he tries to divide us. We know that we are better than the abuse of executive authority. We must reject and hold accountable those in office who would make a mockery of our Constitution.
militarizing our response, as we witnessed in Washington, D.C., sets up a conflict, a false conflict, between the military and civilian society. It erodes the moral ground that ensures a trusted bond between men and women in uniform and the society they are sworn to protect. Who do you trust, the coward or the commander? The Lincoln Project is responsible for the content of this advertising. Është pranë shtëpisë tënde. Ky është dekoderi toksor publik, I cili I merr të gjithë kanalet, e ble një herë dhe s'paguan më asnjëherë. Ky është dekoderi që duhet. Vetëm 2.940 lekë. Merr dekoderin toksor publik. E ke në çdo pikë të posta shqiptare. Sekreti I suksesit në rrugtimin ton është dedikimi ynë për t'ju kthyer mbrapsht besimin që na keni dhënë për më shumë se 2 dekada. Sepse ne lindëm me ju. AIBA, veza e një jete. Integrimin ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor përmes mekanizmave ekzistuese si CEFTA, RCC apo iniciativa të reja si Mini Schengen. Which was that this was a historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Schengen zone. He talked about the mini Schengen zone. He talked about the mini Schengen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think... MCN, get connected. Siç e thash, në fushatën elektorale, media amerikane, e cila thuajse 90% është e majt, ku spikat ultra I majtës CNN-i, janë deri në sharje ofendimin ndaj presidentit. Zyra e presidentit mbetet zyra e presidentit. Emisioni humoristik më I shikuar, anomalike, me probleme mendore, dhe shpotia është e thellë, duke krijuar kështu një Kerry është të hallur me figurën e Joe Bidenit dhe me të vërtetë është në fundit u vendos që mikrofonët ishin të fikur. Por 90% e amerikanëve kanë vendosur pothuajse përpara 2-3 muajve se për këtë do të votojnë dhe debatet nuk kanë rëndësi të madhe. Debati I dytë nuk u zhvillua dhe të dy kandidatët patën town hall meetings në kanale të ndryshme dhe Bideni pati 1 milion më shumë shikues edhe pse u dhan vetëm një kanal ABC, ndërkohë që Trump ishte në 3 kanale, NBC, MSNBC, NBC Business. Pra nduke në votë popullore nuk diskutohet që Bideni është më lart sepse dihet që liberalët kanë vota më shumë në Amerikë, konservatorët më pak. Janë rreth 20 milion që kanë votuar, duke pritur dhe në radhë. Bideni ka ftuar ndihmë Obamën, I cili doli në Pennsylvania. Do të kemi pra një Amerikë që drejtohet nga Trump dhe 4 vite pa e ditur se ku shkon, por duke tronditur shumë rendin botëror, apo do kthehemi te establishmenti nga dikush që 47 vjet ka qenë senat dhe nuk di të bëjë gjë tjetër. Për shqiptarët, Bideni ka qenë pro. Unë kam pasur fatën të takoj disa herë përmes Joe DeGuardit, kam pasur disa intervista madje të dhëna në Tiranë në vitet 2000-2001 dhe ndaj tij shqiptarët kanë një detyrim. Megjithatë, mos ngatronin shqiptarët në Shqipëri dhe shqiptarë amerikanët këtu. Secili ka një votë, vota është sekrete dhe natyrisht kryesorja është ekonomia. Në qoftë se ti e ndjerë më mirë 4 vitet e fundit, do të thosh për Trump, në qoftë se jo. Sepse nuk duhet ngatruar dikush që vjen nga Shqipëria që ka bindje të djathta dhe do të votojë për republikanët se janë të djathtë, ose dikush që është komunist do të jetë patjetër të jetë me demokratët. Këtu duhet mendosh si në këtë vend. Dhe në qoftë se kemi parasysh që çdo gjë është meth, thuajse po aq ka shqiptarë që votojnë për Bidenin, po aq ka për Trump dhe votat e tyre nuk kanë një forcë të madhe, por në vende si Michigan dhe në Florida ndikojnë sepse janë shtete që lëvizin me pak. Michigani ka rreth 35.000 shqiptarë të regjistruar,
por shumë shqiptarë jetojnë në Florida, sidomos në zonën e Jacksonville-it, veriore dhe shumica janë nga malësitë e Shqipërisë, nga veriu, që teknikisht me origjinë janë djathtë. Pra, votat tyre mund të jetë përcaktuese, por ne nuk dim të ndërtojmë një lob të tillë që të ndikojmë. U tremb Trumpi nga votat e Michiganit dhe u tërhoq përkohësisht nga marrja e trojve të Mitrovicës, të shkëmbimi i tokave, që më vjen mirë që nga ky ekran përmes Joe Biden ne e bëm ditur që ishte Rama, Vučić dhe Thaçi ata që donin shkëmbime tokash. Por dhe Boltoni pa dhënë atë tolerancë. Sa herë që një ministër i jashtëm grek vjen në Shqipëri, nuk ka rëndësi të përmendim origjinën. A mund të jetë ai me origjinë shqiptare? Nuk ka rëndësi, ai ndihet helen dhe është më i keq. Dhe fakti që kërkojnë të çojnë në Hag një çështje që s'ka pse dërgohet nga ne, tregon që ata vazhdojnë të jenë superior dhe Athina vendos shumë se kush do të jetë në pushtet në Shqipëri, që nga 91-92 që ka vendosur. Por sa herë që një ministër i jashtëm grek që vjen në Shqipëri, ministri i jashtëm i ynë ose kryeministri duhet flasë për çështjen Çame, për gjenocidin Çame, për pronat e shqiptarëve Çame që kanë atje, për mungesën e shtetësisë që është hequr, dhe të mos ulin kokën ndaj Greqisë. Mbaj mend kur pa ardhur Mitsotakis, kryeministri Meksi organizoi disa veta që të protestonin për çështjen Çame dhe kjo u bë dukshme te Mitsotakis, madje edhe në konferencën e shtypit. Ju bë një pyetje, u bë pyetje edhe nga grekët dhe Meksi, tha që nuk mund të ketë dënim kolektiv, madje solli një shembull në kohën e Bizantit kur për një vrasje të dikujt donin që të spasonin të gjithë fisin dhe perandori pa thënë letërsh përgjigjur që nuk ka dënim kolektiv, kështu që edhe në qoftë 10 ose 50 shqiptarë Çame kanë qenë me nazizmin, sa aq gjejmë nëpër arkiva, jo se thon grekët 3000, nuk mund të dënosh në mënyrë kolektive një popullsi të madhe. Ty heqësh drejtën e pronës, të drejtën të kthehen te varret e të parëve, dhe të drejtën e në çetësisë që është hequr me pa drejtë. Unë kam pasur baletën që ka folur për çështjen Çame. Kam pasur edhe Meksin. Do doja ti risillja prapë. Bregtisjet e tjerë, kjo nuk duhet ndodhi. Asnjë politikan shqiptar i cili do parti qoftë, i cili do rangu qoftë, nuk e ka atë drejtën të sakrifikoj në çështjen Çame për lojra tjera. Çështja Çame është pjesë e pandar e çështjes shqiptare. Dhe nuk mund të zgjidhet çështja shqiptare plotësisht pa u zgjidh çështjet e të gjitha pjesëve të kombit shqiptar që kanë më të jashtë. Si zgjidhen çështja Çame? Thonë se më ka bë pyetje. Shqipërinë e madhe, mos do Shqipërinë e madhe, duhet as madhe as vogël, duhet Shqipërinë sa ka dhënë Zoti, marroj punën se po që për Shqipërinë të madhe do të kërkojmë Peloponezin. Ja, a janë 600 fshatra? Po, 600 fshatra. Sa fshatra ka Greqia? Unë kam qëllu vetë, kam taku një gazetare në Rodos një herë dhe kam përmend shpesh të që nga ana tjetër e sallës tonë të kokën, ka kjo, pat ka me mua. Po, kur pushim erdhi edhe tha, bete, unë jam shqiptare me origjinë. Kur ka ardhë? Kur ka ardhur prindër këtu? Ka 500 vjet. Të mbas e shkum. Me një gjerman, me një hollandesk të gjithë u bashku në një tavolinë drek. Dhe ne prapë me atë shqipen të më tha mu njerë di greqishti. Unë s'di greqisht, di shqip kjo i thash. E se e pa që po flisë. Po, kjo di shqip. Po si është kjo, po edhe ja u bë një muhabet, po. Kështu mund bëhet vazhdimisht. Mund bëhet në Amerikë, mund bëhet në s'më ka ardhur për shembull mirë. Unë do ta them për kur Teneti, sa aty kam librin. Teneti thoshte se prindërit e mi ishin nga një fshat grek. Po, por thot pastaj që kur donin të flisnin që mos merren vesh, ne flisin shqip. Flisin shqip. Ja po ka fol shqip se te kam. Dhe ka edhe një tjetër ai thotë që kur i thash Arafatit gjatë një darka drekë që kanë hangër të bashkë, se ishe dërguar special për presidentin. Unë jam grek, tha e u knaqë. Të shpësit i thush jam grek. Aja ka ditë që është shqiptar.
Ai është rritur me kulturë greke dhe ka përfituar nga grekët atje. Po jema flisë shqip. Në rregull, po kështu pra krijohet konfuzioni. Tash kjo çështje çame që do të ketë vazhdimsi, nuk shuhet më. Ja, udhës. Ajo kush që prap një nga këto vonë të shqeqet që pangalla se më duket. Ka marrë fund gjendja e luftës. Jo, zotëri, s'ka marrë fund gjendja. Ti se ke heq. Jo, kemi heq ose kemi heq. Vetë grekët e kanë qukur, ka qenë Pascal Milo, ministri i jashtëm, i kanë quajtur letër. Çështja e pronave nuk mund të trajtohet sepse e ndalon ligji i luftës. Edhe është e gabuar, sepse ligji i luftës që ka bërë Greqia është i 40-s. Çamët janë dëbuar përfundimisht 44-ën. Muslimanët, se ortodoksët janë atje. Po muslimanët çam janë dëbuar në 44-ën. Ligji i luftës pra nuk ka përfshirë çështjet e pronave çame. Kështu që gazetarët tonë, politikanët tonë bëjnë gabim që nëse do ta pranojnë që ligji i luftës pengon kthimin e pronave çame. Të pengon politika greke. Asaj ligj nuk e pengon. Ligji i luftës pengon kthimin e pronave të leskoviçarëve, gjirokastritëve, libohobovitëve, të fshatarëve nga fshati im që kanë hala diku nga Selaniku. Po, atë pengon sepse këto ishin shtetas të Shqipërisë që kishin pronë në Greqi, kurse çamët janë shtetas grek. Kanë jetuar atje me vazhdimsi, kanë folur një gjuhë. Feja ka qenë 2 anësh, nëse ka pas dorë. Edhe ajo që ka bërë regjimi komunist i jonë, Enver Hoxha, që u dha shtetësinë. Po të ndesa në Shqipëri dhe mështë? Ato që të bënde. Ata shtetësinë se për nevoja praktike. Po dhanja e kësaj shtetësie nuk i heq shtetësi greke. Ne politika kosovare. Janë base janë të kapur. Ai është trupi më. Është titizmi vazhdon në Kosovë. Trupi më. Tash. Edhe për çamët duan të gjejnë sigurisht çam tjetër. Ç'do bëj politika shqiptare? Tash ne jemi dobët. Po neve na ka met në nder me qenë se trashëguam idenë e pavarësisë Shqipërisë dhe du t'i dalim pak për zot. Jo kështu, jo, ne këtë se duam, ne jemi në hall për vete, si jenë hall për vete, kjo është çështja shqiptare. Për zgjedhjet amerikane unë kam pasur Zoom me ish sekretarin e shtetit Hillary Clinton. Dhe ajo thotë që ende ne ka kuptuar çfarë ndodhi në 2016. Ishte shumë përpara, ndikuan rusët. Siç na tha dhe ish drejtori i CIA-s Brennan, ai ka parë fakte që ata ndërhyjnë. Më së fundit, Ratcliffe, shefi i inteligjencës amerikane, thotë se ka orvati nga Irani dhe Rusia për të ndyrë të database-it të nëve të votuesve amerikanë, për të intimiduar ata, për të ndaluar të votojnë. Pra, bota digjitale, lufta kibernetike tani ka filluar të kthehet pas në Amerikë dhe ta godas këtë vend që përmes CIA-s dikur ka ndërhyrë në zgjedhjet e tjerëve, natyrisht. Edhe pse jemi në gjatë fushatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht që shqiptarët mendjen syt i kanë nga vendi am. Janë shumë që kanë ikur, u mashtruan përsëri, nuk kanë drejt votojnë. Jo se ne do të votonin për të nxjerrën 100 deputet, por të paktën 3-4 deputet që të ishin me votat e diasporës, duheshin sepse janë më shumë se gjysma që jetojnë jashtë. Natyrisht që dikush mund të thotë që ju nuk jetoni atje, por remitencat vinë nga dhe shumë janë ende shqiptar nuk kanë marrë në shtetësi, ende janë në proces, por dhe në qoftë se e kanë në shtetësinë amerikane, nuk na e heq dot drejtën Edvin Rama, e të qenit shqiptar. Unë mund të kthehem në Shqipëri të votoj atje, por pse të mos ta kem mundësi të votoj këtu? Kjo mund zgjidhet, ose ambasadat, konsulatat janë strehët e mediokërve, ose vetë shqiptarët mund të organizojnë sepse janë për forcë këtu dhe votohet. Në Amerikë po votojnë me post. Ne këtu mund ta bënim këtë për treguar që edhe shqiptarët që jetojnë jashtë meritojnë të japin kontributin për të hequr të keqen e madhe. Rama është zhytur në korrupsion, pa diskutim. Borxhi publik është skajor. Me çdo lloj matematike është jashtë, është i humbur, mbas 8 vjet konsumim.
me një kabinet qeveritar jo thjesht mediokur, por njerëz anonim pa lidhje madje edhe me të majtën. Shumë më thonë që e djatha ka një lider flegmatik, ka probleme, megjithatë bashkimi me forcat e gjitha kundra Ramës e bëjnë fitues. Vetëm mundësi që Rama të fitojë është vjedhja e votave. Manipulimi, bashkëpunimi me krimin, me ata që ka pasuruar, por në qoftë se ndodh kjo, çdo të ngjas. A do të reagoj populli opozitar si në Bielorusi apo në Kirgjistan, sepse ashtu e mendon? A do ta tolerojnë të huajt, duke filluar nga ky vend siç është SBA? Kjo varet edhe nga gjithë ne që jetojmë jashtë. Ta ngrem si çështje që Shqipëria meriton të mos drejtohet më nga pasuesi e partisë punës Ramiz Ali's dhe Enver Hoxhës, nga një njeri problematik i cili mbas 90-s nuk ka kryer asnjë punë, por u soll nga nano dhe zhytur në korrupsion, sepse të gjithë dinë që në Tiranë për çdo leje ndërtimi 40 euro për metër katror është marrë nga leje dhënësi. Shifrat galopante të pa justifikuara të ndërtimit atyre që quhen rrugë, miliona e miliona dollarë, jeta luksoze dhe mbi të gjitha një lloj egoizmi, një lloj ignorance dhe një lloj gjuhe e papërshtatshme për një nivel nën mesatar. Dhe natyrisht për një tuaj në qoftë se shikon një figurë si Rama, le të marrim dhe Bashën, pa diskutim, pa i thënë se kush janë, dihet nga do të shkoj peshorja. Opozita ka një shans të madh. Duhet krijoj frymën. Sepse në qoftë se Rama zgjidhet të njëherë në Shqipëri do të kemi një lloj Lukashenko global, demokracia do të ketë probleme të mëdha. Nuk ka rëndësi për emra. Ky grupim u angazhua se bëri shumë, por faktet janë që vetëm fasada rrugësh në sa qendra qytetesh, varfëria shtuar, punë e munguar dhe ndihen të dëshira autokrate, diktatoriale për të kontrolluar, siç është rasti maskave, për urdhra dhe për të mbajtur në kontroll të madh median, të cilën e paguan, duke mos lejuar hetime dhe duke blerë edhe nga krau opozitës, siç ishte rasti i parlamentit i pa kuptim pas largimit PD-s dhe heshtjes tolerancës dënueshme, kriminale, të papranueshme edhe të Departamentit Amerikan të Shtetit. Është folur shumë se ndikon Soros është një figurë minore. Edhe në kohën e Obamas vetëm një telefonat 5 minuta ka pasur me liderin demokrat. Nuk është problemi, është që kultura e Departamentit të Shtetit është një kulturë liberale, e majt. Dhe natyrisht kanë afinitet edhe me të majtën shqiptare, por duhet dim të kthehemi kohës 90-91 kur edhe Departamenti i Shtetit dhe Shtëpia e Bardhë pro Berishës, pro asaj që quhej djath, pse humbëm këtë. Lufta bëhet në Tiranë, natyrisht, por jo me deklarata foshnjërake, edhe me sharin dhe ambasadores që përfaqëson SBA-n, ajo mund mos ketë nivel lart, nuk e ka dhe gradën ambasador, por fundit përfaqëson Amerikën. Duhet ditur se si ngrihet një çështje. Amerika nuk është armiku i opozitës shqiptare. Amerika është pro popullit shqiptar dhe si ka dashur kur komunist, pa diskutim, dikur dërgonte diversant. Por në qoftë se PS-ja rriti të krijojë një çështje dhe departamenti ta konsideroi të njëjtë me PD-n, nuk është faji amerikanëve. Duhet rifilluar dhe njëherë ajo frym që ka qenë mbas 90-91. Shqipëria meriton të drejtohet nga një forcë që quhet djath reale, pse jo? Koha ka ardhur. Nga unë Robert Papa, natën e mirë.
Socialist authoritarians all start the same way, boastfully strutting like a rooster, posing for cameras, prancing before adoring crowds, promises of prosperity and justice. Then, the persecution of faith and dissent, the propaganda, enemies lists, informers, the secret police, the knock on the door, the stolen lands, homes, and dreams of generations. Yes, authoritarians always start the same. That's why more and more people are saying, Trump is just English for Castro. The Lincoln Project is responsible for the content of this advertising.